Të nderuar demokratë dhe demokratë të Shkodrës, më 23 maj, Partia Demokratike zhvillon referendumin për zgjedhjen e kryetarit të saj, në një nga momentet më të rëndësishme politike për opozitën dhe për të ardhmen e Shqipërisë. Ky referendum për zgjedhjen e kryetarit është një proces i brendshëm politik, është një thirrje për bashkim, rezistencë dhe ringritje përballë një regjimi që për vite me radhë ka varfëruar shqiptarët, ka shkatëruar ekonominë, ka detyruar mijëra të rinj të largohen nga vendi dhe ka kthyer korrupsionin në mënyrë qeverisjeje. Sot Shqipëria ndodhet përballë një qeverie të konsumuar nga aferat korruptive, nga skandalet me fondet publike, nga kapja e institucioneve dhe nga lidhjet e pushtetit me krimin dhe oligarkinë. Ndërsa qytetarët përballen çdo ditë me papunësi, çmime të larta, taksa të papërballueshme dhe mungesë shprehse, qeveria vazhdon propagandën dhe luksin mbi kurrizin e shqiptarëve. Shkodra dhe veriu i Shqipërisë janë lënë prej vitesh në arrest, me mungesë investimesh reale, me braktisje të rinisë dhe me një përpjekje të vazhdueshme për të goditur opozitën dhe zërin e lirë. Pikërisht për këtë arsye, Partia Demokratike ka sot më shumë se kurrë nevojë për bashkim, për forcim dhe për mobilizim të çdo demokrati dhe demokrateje. Vetëm një parti demokratike e bashkuar mund të përballet me këtë regjim dhe të rikthejë qytetarëve dinjitetin, shpresën dhe besimin tek e ardhmja. Ftojmë të gjithë anëtarët e Partisë Demokratike tek Shkodër të bëhen pjesë e këtij procesi me përgjegjësi, qytetari dhe frymë demokratike, duke dëshmuar se Partia Demokratike mbetet forca e vetme politike, që beson tek vota e lirë dhe tek demokracia e brendshme. Votimi do të zhvillohet sipas parimit një antar një vot. Për antarët e Partisë Demokratike tek Shkodër, qendrat e votimit do të jenë pranë selisë së Partisë Demokratike dhe do të jetë e hapur nga ora 8 deri në orën 18. Të nderuara demokrate dhe demokratë, 23 maj është një mesazh i qartë kundër keqeverisjes, korrupsionit dhe arrogancës së pushtetit. Është dita për të forcuar Partinë Demokratike si të vetmen alternativë reale qeverisëse dhe për t'i kthyer Shqipërinë qytetarëve të saj.